Ky episod u mundsuar nga 3-bit Computers. Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë kurs ku do flasim rreth sistemit motorik të operimit nga Microsoft Windows 8. Windows 8 ka ndryshuar përfundimisht eksperiencën tuaj në Windows. Vazhdon të vi me desktopin tradicional që kanë dhe Windowset e tjerë, por me një pamje krejt ndryshe në start. Pamja e parë që sa përshini kur jeni në Windows është plot ngjyra dhe tiles, të cilët ofrojnë një rrugë të shpejtë për të kontrolluar emailin tuaj, për të parë video, për të dëgjuar muzikë si dhe shumë gjëra të tjera. Para se të hyjmë në Windows 8, do të diskutojmë se çfarë parametrash ju nevojiten për ta instaluar. Së pari duhet dini që Windows 8 funksionon shumë mirë me ato parametra që pranon dhe Windows 7. Pra një procesor 1 GHz ose më të shpejt, 1 GB RAM për 32 bit ose 2 GB RAM për 64 bit, hapësirë në hard disk 16 GB për 32 bit dhe 20 GB për 64 bit, si dhe një kartë grafike Microsoft DirectX 9 me WDM driver. Mënyra më e mirë për ta instaluar Windows 8 është duke bërë upgrade. Them më e mirë nga që kushton dhe më lirë, vetëm $40. Për përdorësit e Windows 7, nëse vendosni për të bërë upgrade, të gjitha dosjet, aplikacionet dhe konfigurimet që keni në sistem do të transferohen me lehtësi në Windows 8, kurse për përdorësit e Vistas dhe XP-s do duhet që aplikacionet të instaloni nga e para mbas upgrade. Në hyrjen tuaj të parë që do bëni, Windows 8 do luajë një video të shkurtër tutoriale se si të orientoheni me mouse në kompjuter apo në tablet me touch, pra me të prekur. Mbas kësaj, Windows 8 do dërgojë në start në të ashtu quajtur Metro User Interface. Së pari do flasim për ato se çfarë shihni në start screen, pra për tiles. Tiles mund t'i aktivizoni duke klikuar një herë me mouse. Për shembull, dëshironi të shihni motin, mjafton të klikoni një herë mbi Wither tile. Gjëja më e rëndësishme që duhet të dini rreth aplikacionet të Metros është se nuk kanë bar menuje, siç jeni mësuar në versionet e mëparshme të Windows, si dhe nuk do shihni butonat minimize dhe maximize. Pyetja juaj do ishte si do mund të kthehemi përsëri në start screen. Për të kthyer përsëri në start screen, mjafton të shkoni me mouse në krye të ekranit ose në fund të ekranit djathtas në qoshe, ku do ju shfaqet menuja Charms me disa opsione, ndër të cilët është edhe loga e Windows 8 ku thot Start. Por rruga më e shkurtër për të dalë në start screen është duke shkuar në fund të ekranit majtas dhe duke klikuar mbi dritaren që shfaq start screen shumë të zvogëluar, ose duke shtypur tastin e Windows, pra të dritares në tastijen tuaj, i cili do jetë tasti më i rëndësishëm. Pyetja tjetër që do ju vi krejtësisht natyrshëm do të jetë: po me aplikacionin e motit çfarë o bë? Aplikacioni vazhdon të jetë i hapur në background. Për të hapur edhe një herë mund të klikoni mbi tile-in e motit ose të shkoni me mouse në krye të ekranit majtas, ku nga aty edhe mund ta mbyllni duke klikuar me djathtën e mouse-it dhe më pas të zgjidhni close. Në të njëjtën kohë mund të kemi lënë disa programe në background dhe për të mbyllur një nga një mjafton të ulemi me mouse ngadalë ku do shihni që do shfaqen të gjitha aplikacionet që kemi lënë hapur. Mënyrë tjetër për të mbyllur një aplikacion me të cilin nuk doni të punoni më është duke shkuar në krye të ekranit, ku do vini re që mouse-i ndryshon formë dhe kthehet në një dorë që ka kapur diçka. Kliko dhe të riqë aplikacionin duke e ulur poshtë në fund fare dhe më pas duke lëshuar. Një tjetër tile që duket si një aplikacion i Metros është në fakt desktopi me të cilin jemi mësuar në Windows të mëparshëm. Mjafton të klikoni një herë mbi to dhe do dërgojë automatikisht në versionin e vjetër të desktopit që ne njohim. Sapo të hyni, do shihni ikonat, ose më saktë, ikonën e recycle bin si fillim, dhe në fund fare të ekranit, nëse uleni me mouse, do ju shfaqet taskbari i vjetër, nga i cili siç mund ta shihni, mund të hapni Internet Explorer ose Windows Explorer. Nëse klikojmë me të djathtën e mouse-it mbi taskbar, do na shfaqet menuja që na lejon të shtojmë në taskbar toolbar të ndryshëm, të hapim Task Manager, apo nëse dëshirojmë të kyçim taskbarin, si dhe në Properties. Nga këtu mund zgjidhni nëse dëshironi që taskbari juaj të fshehet automatikisht apo jo, e tjerë. Për të shfaqur ikonat e tjera si Computer, User Files e tjerë, klikoni me djathtën e mouse-it në background, zgjidhni Personalize, më pas Change Desktop Icons dhe vendosni shenjën mirë në cilën ikon dëshironi që të shfaqet në desktopin tuaj dhe më pas OK. Të njëjtat mënyra për të kthyer në start screen vlen edhe këtu. Gjithashtu ju kujtoj se si aplikacionet e tjera arrinin hapur në background, edhe desktopi bën të njëjtën gjë. Nëse desktopi është i hapur në background dhe ju jeni në start screen, për të aksesuar mjafton të klikoni përsëri mbi tile-in e desktopit
ose duke shkuar me mas në krye të ekranit majtas, aty ku rrin aplikacionet që kemi lënë hapur, si dhe rruga më e shkurtër duke shtypur tastin e Windows në tastier dhe anasjelltas për dalë përsëri në start screen. Në qoftë se do duam të hapim një program i cili nuk është i dizenjuar që të hapet në metro, automatikisht ne do dërgojmë në desktop. Për shembull, do duam të hapim Notepad, mjafton të shfaqni menun Charms dhe më pas të klikoni tek Search, ku do shfaqen të gjitha aplikacionet të ndarë në aty kategori. Majtas do shohim aplikacionet e metros dhe djathtas aplikacionet që hapen në desktop. Një rrugë tjetër për të hyrë në menun e aplikacioneve është duke klikuar me djathën e mausit, ku do shfaqet një bark ku për momentin do shohim vetëm ikonën që na dërgon në menun e aplikacioneve. Besoj se kësaj pjese të parë dhe erdhi fundi dhe shpresoj të kem qenë sa të pak i qartë në këtë hyrje që bëm në Windows 8. Mos harroni të bëni subscribe, like dhe të komentoni. Takohemi të premten që vjen.